Emri Dibra e Madhe e Dibra e Vogël mbeti pas ndarjes shubë në luftën e dytë botërore. Dibra e Madhe që njihet sot mbeti në ish Republikën e Jugosllavisë dhe Dibra e Vogël në atë të Shqipërisë. Por me ndarjen e këtij territori, shumë shqiptarëve ju mbetën pronat e këtij kufirit. Sefedin Ruçi nga Dibra e Madhe e Maqedonisë së Veriut thotë se në kohën e ndarjes së Dibrës, qeveritë jugoslave ajo shqiptare vendosët një marrëveshje që nuk i lejonte të kërkonin pronat në të dy anët të kufirit. Kjo sipas tij bëri që shumë shqiptarë të jenë aktualisht në Dibrë të Madhe dhe të mos kenë mundësi të marrin pronat e tyre në anën e Shqipërisë si dhe ana Sjelltas. Këto pronat që janë në territorin e Maqedonisë janë tokat shqiptarëve. Tokat shqiptarëve Klobuçishti, Mashlara, Pocesta, Popinara, Majtara, Gjurica, këto toka kanë mbet 1948, kanë mbet nënën e Jugosllavisë, që kështu kanë bëmë. Pronartje në Shqipëni, kjo ka ndodhur edhe për luftën e parë botërore. Po si, gjithë jenë atje, gjithë pronartje në Shqipëni. Edhe më e keqja që është bo, kur është prish Jugoslavia edhe Shqipëria, u kanë bo një far ligji që të mos s'kenë drejt të kërkojnë pronat e veta. Kjo është e vërtet. E di gjithë bota e di këtu. Këtë i din këta. Se si është bo. Si ka mundësi, unë kam lanë pronën në Shqipëni, s'kom drejt me marë pronën. Prona e gjishit, stër gjishit është. është me tapi. Unë e kam tokën këtu në Sëllëkiq, Karshi Gjuricës. Por në territorin e Maqedonisë e kam. Asnjë, kur edhe s'kam për me i marrën. Se kam bo ligjin. Ka bo marrëveshje Jugoslavia me Shqipërinë. Këto marrëveshje janë bomën. Ajo është marrëveshje kriminelesh. Ndash nga ana e qeverisë Shqipërisë, ndash nga ana e qeverisë Beogradit. Po, unë dvorit të dive, edhe në Verogjes, edhe Titos. Po, i kanë kërku, kanë ardhun, nuk ka drejt me marrë pronët. Që këtu ke, me shkuën edhe në Klobuçisht, edhe në Mashlar, edhe në Pocest, edhe Kërçeshti. Ka pronar këtu që i kanë tokat. është humba jo tapi, nuk kanë këto drejt me i marrë tokat. Tokën kanë vujt, gjishit, stërgjishit, me marrë një tokë për një kafshat buke me punu. Sot si punon kërkush, kanë mbet vetëm Jonxha edhe Fera, që kështu kanë mbet. Sefedin Ruçi aktualisht jeton bashkë me familjen e tij në Amerikë, edhe për këtë ai thotë se ka qenë një politike fshehtë e Republikës Jugoslave, që duke ju dhënë pasaporta shqiptarëve, ata të largoheshin dhe pronat e tyre të merreshin nga maqedonasit. Ruçi shton se me prishjen e Jugosllavisë duhet që të prisheshin edhe kufit që janë aktualisht sot. Të dijanë, si shteti shqiptar, si shtetin maqedono-serb, politikën e kanë lujt, dami ka shku në damin e poplit. Për poplin ka qenë keq. U largun gjithë shqiptarët, na dhanë pasaporta, t'ikim, do është të bëjmë ushtëri në Jugosllavi, pa t'ikim, na hapin pasaporta. Që të largohemi, edhe tash nuk kthehen, kur nuk kthehen. Unë kam gjithë familjen e kam në Amerikë. Me kushtri, me vlezër, me motra, me kreti kam. Pa të nuk vinë më ti zotni këtu, çka do të vinë këtu? Ta buk me gjizë, Amerika buk me mishan, kanë gjithë drejtat. Ajo është demokracia e pastër. Edhe tash ne kemi mbet vetë këtu. Po punojmë, dhe kush mundohet të mbanë blektorie, me toka, me këtë, po nuk ka. Dhe me thanë, ne punojmë vetëm për thangër. Për tjetër gjë nuk del. Njësoj si në Shqipëri, si këtu. Ku të marish Ballkani njësoj është. Si që është kjo punë, ne presim 30 vjetim në Evropë, Shqipënia do është të jetë e para tje në Evropë. E gabimi i parë, gabimi i madh që është bo, u prish Jugoslavia po. Kufiri është këtu në blatë. Atë kufi e ka ndu Jugoslavia, jo Maqedonia. Se ka ndu Maqedonia atë kufi. Ai kufi është mbill 1928, në 29 është mbill. Kur u bon 90-ta demokracia, nuk duhet të ketë kufi, ne gjithë duhet të bashkohemi. Atë kufi e bon Jugoslavia po, u shkatru Jugoslavia. S'ka Jugoslavi, edhe kufi nuk duhet të ketë ati. A shfar kufini. Ne maltratohemi të darë në për kufinin e përsendet ati. Të qentrojët tona, një Shqipëri. S'ka dibër të madhe, dibër të vogël. Një dibër është, një popull jemi, një komb jemi. Shpresa për të marrë secili pronën e tij janë humbur qoftë nga ana e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut e qoftë nga ata të Shqipërisë.